Të nderuar profesorës medjave, faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj sot. Jemi në takimin tonë të parë të bashkët gjatë ditës sotme. Informatat nga tereni flasin për një proces të rregullt zgjedhor dhe pa probleme. Të gjithë komisionerët, vëzhguesit dhe infrastruktura e përgjithshme ka qenë funksionale që prej hapjes së vendvotimeve në gjithë Kosovën. Përqindja e votuesve në orët e paradites ka qenë respektueshme, por pritet që në orët në vazhdim të rritet dalja e qytetarëve në zgjedhje. I nominuari për kryeministër, zoti Haradinaj, ka votuar sot në bashkëshortën e tij në orën 9 në shkollën Ali Sokoli. Ne si parti politike ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që ta kryejnë obligimin e tyre qytetare dhe të vendosin për veten dhe për Kosovën. Nuk mund të mos e themi se jemi të indinjuar me një fushat të lajmeve të rrejshme, të cilat sipas modelit rus e kanë vëshuar opinionin publik me qëllim të zbehjes së fuqisë së Ramush Haradinajt si kryeministër. Ju sigurojmë se të gjitha rranat e kundërshtarëve politik nuk e kanë asnjë peshë në raport me Ramush Haradinajn dhe Aleancën për Armërinë e Kosovës. Sot në Kosovë flet sovrani e jo lajme të rrejshme të modelit rus. Ngjashëm me lajmet e rrejshme kemi vrejtë edhe përpjekjet e Serbisë që të ndërhyjë në procesin zgjedhor në Kosovë. Përpjekjet dëshpëruese të saj janë të fundit. Falenderojmë të gjitha strukturat e organizimit të zgjedhjeve, si dhe mekanizmat e sigurisë për garantimin e një procesi të drejtë dhe demokratik. Vlerësojmë lartë qytetarinë e shprehur sot të popullit të Kosovës në këtë proces zgjedhor deri tani dhe ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës me të drejtë vote që të kryejnë obligimin e tyre qytetar. Ju falenderoj. Kazopikon që ka raportuar se disa asamblejë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Armërinë e Kosovës janë akredituar si vëzhgues në një organizatë jo qeveritare në shtatën asamblejë. Për Aleancën për Armërinë e Kosovës kemi fjalën për Fatmir Kastratin, asamblejës në prezident, dhe Haxhi Sefera, drejtori i drejtorisë së turizmit të AKL në prezident. Si e komentoni këtë, se nuk janë akredituar nga partia apo nga një OEC? Unë për këtë çështje nuk kam informacione të plota tani për tani. Do të jemi në kontakt gjatë ditës së sotme. Ne besojmë se numri sa më i madh i vëzhguesve në këtë zgjedhje, në këtë proces zgjedhor, i jep kredibilitetin dhe mban procesin zgjedhor të drejtë, transparent. Ju thash edhe një herë, që ditës së sotme do të jemi sërish në kontakt, që do të mund të analizojmë gjithë këtë proces që po ndodh. Ju them se ky proces deri tani ka qenë i drejtë. Është proces zgjedhor dhe cilin qytetarët kanë treguar qytetarinë e tyre dhe e dyta, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ai i cili është në administrim dhe në organizim të zgjedhjeve në Kosovë. A keni informacion se kush është organizata, kush qëndron pas Institutit Rajonal për Demokraci dhe të Drejtat e Njerëzit dhe Studime Politike? Ju lutem që t'i drejtoni Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për arsye se ju thash është administratori dhe është organizatori i zgjedhjeve. Ju thash që organizatori i zgjedhjeve është ai i cili edhe mund të japë përgjigje të plota. Prandaj, kur flasim për shtatin e AKL në prezident, krejt shtabi është i akredituar me këtë OEC për këtë pyetje. Ju thash që do të jemi në kontakt së ditës së sotme dhe do të mund të jemi edhe më tepër në komunikim me njëri tjetrin. Faleminderit.